Pesë objekte që mbrojnë shtëpinë nga syri i keq. Jeni ndjerë ndonjëherë keq pasi një person ka ardhur në shtëpinë tuaj? Keni vënë re se si gjendja juaj shpirtërore dhe humori ka ndryshuar nga njëri moment në tjetrin? Kjo sepse disa vizitorë mund t'ju sjellin energji negative në shtëpi. Ndjenja si zemërimi apo xhelozia mund të influencojnë direkt në ambientin e shtëpisë tuaj. Për të pastruar energjinë nga shtëpia juaj ose ambienti i punës, mund të përdorni disa objekte të cilat, sipas filozofisë Feng Shui, mund të ndryshojnë jetën tuaj. Ja 5 objektet dhe kuptimet e tyre, të cilat do t'ju mbrojnë shtëpinë nga syri i keq. Mbajtja e një pasqyre jashtë derës kryesore të shtëpisë parandalon hyrjen e energjisë negative. Duke reflektuar me besnikëri gjithçka që ka përpara, pasqyra ja kthen atij që i drejtohet. Në këtë mënyrë, negativiteti mbetet jashtë. Megjithatë, vendosja tek porta nuk është një ide e mirë sepse mund të pengojë edhe hyrjen e fatit dhe pozitivitetit. Vendosja para dritares varet nga peizazhi që pasqyron. Nëse pamja është e shëmtuar ose shikon nga ndonjë spital a mjedisit trishtuar, zgjidhni një vend tjetër sepse këto imazhe do të pasqyrohen brenda shtëpisë suaj. Në dhomën e gjumit, mos e lini në një pozicion që pasqyron njerëz që flen. Në kuzhinë është mirë ta vendosni pas sobës. Mundësisht kujdesuni të reflektoj imazhe lulesh. Kripa e trash është e aftë të mbajë energjitë e mjedisit. Vendosni një gotë me krip të trash në shtëpi dhe do të liroheni nga negativiteti. Mund ta vendosni edhe në një vazo transparente dhe në të vendosni disa deg të thata. Kështu mund ta përdorni edhe si dekor. Kripa simbolizon forcën, pastrimin, rinovimin e energjisë dhe neutralizimin e syrit të keq. Tërfili me 4 fletë lidhet gjithmonë me fatin, përveç se simbolizojnë elementet e natyrës, tokën, zjarrin, ujin dhe ajrin, simbolizojnë edhe ciklet e plota, si për shembull 4 stinët apo fazat e hënës. Sipas përvojës popullore, fati është akoma më i madh kur e gjeni rastësisht. Pavarësisht faktit nëse e keni kërkuar ose jo, mbajtja e tij në shtëpi tërheq dashurinë, pasurinë dhe bollëkun. Nuk do të ketë hapësirë për negativitet. Syri grek premton mbrojtjen për ata që e mbajnë. Kur vendoset në shtëpi, tek dera kryesore formon një lloj barriere për hyrjen e energjive negative. Disa njerëz zgjedhin ta mbajnë jashtë portës, ka dhe nga ata që e mbajnë në makinë ose në tryezën e punës. Ky objekt është në gjendje të kapë energji negative të mjedisit përreth, kështu që ka shumë gjasa që një ditë të bukur të thyhet. Kjo do të thotë që ka përmbushur rolin e pastrimit. Nëse ndodh, zëvendësojeni me një tjetër. Nuk është rastësi që sot shohim shumë bizhuteri me syrin grek. Në fund të fundit, mbajtja e energjisë negative larg trupit nuk është asnjëherë e tepërt. E dinit që këmbana e vogël të cilën disa njerëz e mbajnë tek porta e shtëpisë kur lëviz emeton tingullin bazë të errës. Quhet lajmtarja e errave dhe përveç se emeton një tingull relaksues që të jep kënaqësi ta dëgjosh, kur vendoset në hyrje të shtëpisë, mban larg zilin dhe kështu shtëpia ka më shumë mbrojtje. Në disa modele gjenden edhe gur simbolik në përbërjen e saj. Kjo është një mbrojtje shtesë për shtëpinë.